أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, të nderuara nana dhe motra të pranishme në këtë xhami, Hoxhi i nderuar Muharrem Efendi, Hafiz i nderuar Zekeria dhe gjithë ju të pranishëm në këtë xhami, e falenderoj Allahun me falëndrime të thella, të sinqerta dhe të mëdha, që na dha mundësi që të arrijm këtë 10 e fundit të Ramazanit, të arrijm fundin e garës, të arrijm këtë mundësi ku Allahu i madhreshëm e hap krah e në krah derën e mirësive të Tija, derën e mëshirës së Tij, derën e bekimeve të Tija, dhe na mundson të gjithë neve që në këtë thellësi të natës të qëndrojmë në kam për Allahun e madhreshëm, që të qëndrojmë më gjatë në këmbë për të adhuruar Allahun, për të falur për te, për ndëgjuar ajete nga Kurani fisnik, për të bërë sejdë më të gjatë, ku e lusim thellësisht dhe gjërësisht Allahun e madhreshëm për të gjitha nevojat, për të gjitha kërkesat, për të gjitha gjërat që kemi nevojë në jetën tonë. E falenderojmë Allahun që na dha mundësi që edhe në këtë Ramazan të jemi bashkë në këtë xhami, të jemi bashkë në këtë adhurim madhështor, për të zbatuar një sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të cilin na fliste Aisha radiallahu anha, e cila thoshte kur vinte 10 i fundit i Ramazanit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ngjallte natën, e shtërngonte rrypin, e zgjonte familjen për të shtuar adhurimin karshi Allahu dhul xhelal, adhurimin për Allahun e madhreshëm. Të dashur vëllezër, të dashur të pranishëm në këtë xhami, sot ne jemi grumbullu në këtë xhami për të kaluar këtë mbrëmje, këtë natë në adhurim të Allahu dhul xhelal. Mirë po, sa e sa prej nesh nuk i kanë më me vete në sofrat e iftarit baballart, nënat, gratë, fëmijët e tyre. Sa e sa prej neve u kanë vdekur gjatë këtij vitit baba i tyre, i ka vdekur nana e tij, dikujt i ka vdekur gruaja e tij, dikujt i ka vdekur burri i saj, dikujt i ka vdekur djali i tij e i saj, e dikujt i ka vdekur vajza e tij e saj, e dikujt i ka vdekur nipi apo mbesa, dhe kështu të gjithë neve dikush na mungon, dikush nuk është me ne. Këtë kjo e vërtet, e cila të gjithë neve diken më afër e diken më larg e ka prek, në jep një mesazh se ashtu sikur se 20 ditë e Ramazanit shkuan shumë shpejt, ashtu shumë shpejt kanë me shku edhe këto 10 ditë e fundit apo 9, ashtu shumë shpejt shkon edhe jeta jonë. Të dashur vëllezër, na nuk e di kush për neve bashkë kemi qenë vjetë. Besoj shumica për neve kemi qenë bashkë në këtë xhami. Ama një gjë
As kush për neve nuk e din, e as nuk mund të garanton, a thu val, kush për neve nesër do jetë bashkë me ne në këtë xhami. Kush për neve në këtë 10 e fundit do jetë bashkë me ne në këtë xhami, kush për neve bashkë do jetë me ne në namazin e bajramit, të këtij fitër bajramit në fundin e këtij Ramazani. E aq më pak, as kush për nesh nuk e din, kush për neve në Ramazanin e arshëm ka me qenë i gjallë. Andaj, këto të vërteta vëllezër, dasht e pa dasht neve ne e zgjojnë vëmendjen, në shkundin nga gafleti, e shtojnë vigjilencën dhe në japin kuptimin e rëndësishëm se ashtu si kurse Ramazani është ejamen ma'dudat, ditë të numruara, ashtu edhe jeta jonë është ditë të numruara që shkojnë shpejt. E gjithë na, çka do që kemi bon ndërkohë, e kujtojmë namazin e natës nga viti i kalum. I kujtojmë veprat e mira që kemi bon Ramazanin i kalum dhe në ditët në vijim, deri në këtë Ramazan. I kujtojmë momentet e bukura që kemi pas familje, dikush për nesh e kujton umren që e ka kry, ndërkohë, dikush e kujton haxhin cilin ka qenë ndërkohë, shumë kush i për nesh e kujton çdo namaz që e ka fal, e zeqatin që e ka dhon ai që ka pas pasuri, e sa vizitat farefisit e të familjes, e të sadakave dhe lëmoshave që kemi dhon, e sa nxitje stimulim studentave që i kemi bon. Pra këtë janë një grumbull i madh i veprave të mira që na vim sot me i kujtu të kalumen ton të mira që kemi bon, e ta lusim Allahun të gjitha ato të i pranon, me gjithë se jemi të vetëdijshëm për mangësit dhe dobësit që i kanë ato veprat e tona. Kjo është më një anë, e në anën tjetër ta lusim Allahun dhul xhelal që të na i falë mëkatet tona, që ta falë dobësin ton, që ta falë mangësin ton, që të falë lëshimet tona, rëshqitjet tona, që na lan e të na shpërlan nga llomi i mëkateve tona. Të smëton Imam Bukhariu rahimahullahu taala dhe Imam Muslimi në dy sahihet e tyre, nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu i cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men qama lejletul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Kush e kalon natën e Kadrit në namaz, duke besuar në Allahun e Madhëshëm se ai i ka vlerësuar këto adhurime dhe këto veprime, dhe duke shpresuar shpërblimin e madhërishëm dhe të shumt që e jep madhëria e tij Allahu dhul xhelal, i cili është fisnik dhe bujar, atij i falen mëkatet që i ka bërë më herët. Andaj që nga sonte e deri në fund të Ramazanit, ne e ngjallim çdo natë duke shpresu të arim që mbrenda këtij 10 të fundit jetë nata e madhërishme, nata e Kadrit. Për atë edhe na vim, për atë edhe na e ngjallim natën, për atë na edhe shtojmë intensitetin e adhurimeve tona, e shtojmë gjatësinë e qëndrimeve tona në qiyam, në kam, për zbatu atë urdhën kuranor: "Wa qumu lillahi qanitin", dhe qëndroni në adhurim të Allahut në këmbët tuaja. Të zbatojmë atë sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili kur falte namaz nate qëndronte aq gjatë në këmbë derisa i ajnteshin këmbët e tija, derisa lodhej duke qëndruar në këmbë, e nga mërzia, e shqetësimi, dashnia dhe respekti, Aisha radiallahu anha i thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ja Rasulallah, Allahu t'i ka falë mëkatet e mëhershme dhe ato të mëvonshmet, pse ti e ngarkon, pse ti e lodh, pse ti e rrëskapit veten kaq shumë? Pse ti lodhesh duke qëndruar në kam, e duke kënduar shumë Kur'an,
e duke adhuru Allahun dhul xhelal kaq gjatë e me kaq vështirësi edhe barë edhe rëndësi, s'ki nevoj. Na, unë edhe ti, ne kemi nevoj me u falë, kemi nevoj me qëndru në kam, sepse kemi bagazhin e mbushur me gjunahet tona. Edhe vim edhe falemi për të na u falë gjunahet, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju kishin falë mëkatet e mëhershme edhe ato të mëvonshmet. Andaj Aisha radhiyallahu anha dëshiroi që ky pejgamber, ky i dashur i Zotit, ky i afërt te Allahu, të mos e lodh veten me namaz, e me adhurim, e me qëndrim gjatë në kam, se nuk ka shumë arsye ato që i kemi na për me qëndru në kam. E ju përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke kalu krejtësisht më një temë tjetër. O vllazni, për me kuptu se namazi i natës dhe kijami nuk janë vetëm një adhurim që na e bëjmë përfitu shpërblimin e Allahut dhe fshirjen e mëkateve, por është edhe një manifestim i një pozite madhështore të adhurimin dhe Allahu dhul xhelal, e ajo është falënderimi ndaj tij për të gjitha dhuntit dhe begatit që na ka dhënë, e padyshim për këtyre dhuntive dhe begative është edhe kjo mundësi e artë, e diamant që na ka dhënë na me emri këtë 10 e fundit Ramazanit, efela ekunu abden shekura, ju përgjigj e i tha Aishës radhiyallahu anha, a nuk duhet të jem rob falendërues dhe Allahut. Pra, ne vim për ta ngjall natën e 10 të Ramazanit, 10 të fundit të Ramazanit, për të manifestuar falendrimin ton ndaj Allahut për krejt këto të mira që na ka dhënë, e ato janë aq shumë sa që na nëse gjithë natën fillojmë i numru, nuk do arrim të rumbullaksojmë. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, edhe nëse ju mundoheni e përpiqeni të rumbullaksoni numrimin e dhuntive të Zotit, nuk do ja arrini. Andaj janë shumë, e kaq janë shumë sa që nuk kena mundësi më të mirë se me falendru Allahun sesa me ngjall të 10 net e fundit të Ramazanit. Kjo është në një anë, e ana tjetër ishte se me ngjalljen e netëve të Ramazanit të 10 të fundit, ne arrim na u falë mëkatet tona. Pastaj, siç e përmendëm, duke kujtu se diken e ka marrë ndërkohë, e neve na kalon gjallë, do thot na ka dhënë edhe një mundësi të re. Për më u pendu nga e kaluara jon, dhe për mi dhonë beslidhja Allahu dhul xhelal të re për të ardhmen tonë. Mundësi jashtëzakonisht e veçantë e rrallë, të cilën ne ka ofru Allahu dhul xhelal në këtë pjatë të arit, të diamantit, që ne ta shfrytëzojmë maksimalisht edhe vazhdimisht në sejdët tona, të lutim Allahun të na i falë mëkatet tona, të pranon pendimet tona, ta lutim Allahun dhul xhelal të na jep qendresë në besnikërinë tonë ndaj tij, në zbatimin serioz të marrëveshjes me të, në ripërtrirjen e beslidhjes me të, ku ne të ardhmen do jemi shumë më të mirë se sa kemi qenë deri më tani. O vllazni, janë momentet veçanta që çdo sekond ka vlerë marramendse, ka vlerë astronomike, nuk ja vlen me humb çdo sekond, e mos flasim për minutat e orët që kanë shumë sekunda brenda tyre. E kush zgjohet, kush kthjellet, kush vetëdijsohet, kush i jep rëndësinë e duhur këtyre netëve, ta dini o vllazni se Allahu ka pa në zemrën e tij mirësi, ka pa në zemrën e tij shkëndija të besimit të imanit, ka pa mbrenda zemrës së tij pjesëza të sinqeritetit, edhe krejt ato ka dasht Allahu me i shtu, duke i mbulu ato me mëshirën e vetë dhe bekimet e tija, dhe me shëndru ato
në një shtytës, një nismë, në një vullnet, i cili e bën atë edhe më besnik, edhe më të sinqert, edhe më të vendost, edhe më besnik ndaj kësaj marrëveshjes që e kemi lidh me Allahun Dhu Xhelal, që nga momenti u kemi qenë shpirtra. Andaj, çka do që themi është shumë pak në krahasim me atë që meriton këto njetë e madhërishme, e të veçanta, të jashtëzakonshme që na presin deri në fund të Ramazanit. Na lutim Allahun e madhërishëm që Allahu të na shton vullnetin për adhurime në këto 10 ditë të fundit të Ramazanit. E lutim Allahun e madhërishëm që të na jep sinqeritetin maksimal në krejt ato vepra të mira që i bëjmë, qofshin mendime të mira, fjalë të mira, vepra të mira, sakrifica, angazhime, kontribute. E lutim Allahun e madhëshëm që të na vazhdon vullnetin, entuziazmin, e të na shton kënaqësinë edhe ëmbëlsinë e imanit deri në fund. Kjo është pjesa e parë. Dësha edhe një pjesë për me rumbullaksu këtë që e thash deri më tani. Tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Imam Buhariu në sahihun e tij, thot kur e dëgjoni këndezin, gjelin duke këndu, ju lutni Allahun për t'ju dhonë prej begative dhe mirësijave të tija, sepse ai në atë moment e shef melekun. Dhe thot, kur këndon këndezi, gjeli, në atë moment ai shef melek. E prania e melekut në atë rreth, thënë ulemat, do të thot prania e mëshirës dhe bekimeve të Zotit. Edhe andaj shfrytëzoje këtë rast dhe lutë Allahun me të dhënë prej mirësive të tija të shumta që Allahu Dhu Xhelal i jep pa kufi. Ashtu si që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yedullahi al-mal'a, duart e Allahut janë përplot me dhunti dhe begati, i jep ai gjatë ditës dhe natës pa kufi. Allahu, pronari i gjithësisë, i pasuri pa kufi, i pasuri absolut, vazhdimisht jep ditën dhe natën pa kufi, pa ndalë. Atëre kur sheh të robët e tij sinqeritet, përkushtim, adhurim, angazhim, lodhja, raskapitje për me fitu mirësitë e tija. Allahu jep pa kufi. Edhe andaj thënë ulemat, nëse momentin që është i pranishëm në atë zonë, në atë vend, një melek, në mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me elut Allahun, is'alullaha min fadlihi, kërkoni nga Allahu prej të mirave, dhuntive dhe begative të tija. Paramendoni vëllezër në 10 e fundit Ramazanit, që na i ngjallim këto net për me arrit natën e Kadrit, për të cilën natë Allahu Dhu Xhelal tregon të tenezzalul malaiketu fihi wa ruhu, në këtë natë zbresin melaqe dhe i prin këtyre melaqeve kryesori i tyre, ma i madhi në mesin e tyre, ma i madhërishmi tek Allahu Dhu Xhelal, ajo është Gjibrili a.s. Pra në këto 10 netët e fundit që na i ngjallim me adhurim për të arrit natën e Kadrit, vinë me miliona dhe miliarda melaqe në tokë. E nëse një melek kur është dikun, na thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lut na Allahun prej mirësive tija dhe begative tija, e këto net që vinë me miliona dhe miliarda melaqe, sa mundësi e artë është, sa mundësi madhështore është që na me kërku dhe me lyp prej mirësive të Zotit edhe me i fitu ato. Andaj, mos lejoni me ardh nefsi jon i prisht, edhe shejtani i mallkum, e kur t'jemi në sejdë, edhe kur t'jemi të bo ibadet, me na largu nga mendja jon, nga zemra jon, nga goja jon, duan, lutjen, kërkesat, kërkoni pre Allahu çdo gjë, për të mirave të kësaj botës dhe të mirave të ahiretit.
krejt që keni nevoj në jetën tuaj, prej çdo gjëje që ka nevoj mu plësu jeta ju, i kërkoni për Allahu dhu Gjelal, sepse janë net madhështore, ku ka miliona dhe miliarda me laqe të zbritura mbi besimtarët, kudo që janë ata, është mundësi e artë na atë që kërkojmë për Allahut, Allahu me na dhon, e pastaj mi gëzu këto të mira gjatë gjithë jetës sonë. Na lusim Allahun e madhreshëm që Allahut na mbulon me mëshirën dhe bekimet e tija, që t'i pranon adhurimet tona, angazhimet tona. Lusim Allahun e madhreshëm të na shton sinqeritetin, na shton qëndresën në rrugën e tij, të jemi besimtar që ndjekin sinqerisht dhe seriozisht sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të jemi pra atyre besimtarve që adhurimin për Allahun e bëjmë nga dashuria për te, nga frikë respekti për ti dhe nga shpresa në shpërblimin dhe faljen e ti. E lusim Allahun e madhëshëm që gjithë ata besimtar që kanë qenë vjetë me ne, e se të sot nuk i kemi në mesin ton, Allahu tim shiron dhe me gradat lartat xhenetit i gëzon. E lusim Allahun e madhëshëm që të gjithë ata që kemi pas në vitin e kalu me ne, e si vjetë nuk janë me ne, po janë gjallë, si janë me ne sepse s'kan fuqi, s'kan shëndet, Allahu i madhëshëm të jep shëndet të plot, jetë të gjatë dhe fund të mirë në këtë botë dhe shpërblime të mëdha në jetën e ahiretit. Të gjithë ata që kanë qenë me ne në vitin e kalum, e sot nuk kanë mundësi me qenë për shkaqe subjektive, ose është i burgosur padrejtisht, ose është i larguar dhunshëm dhe padrejtisht, ose ka ndonjë arsye të ndryshme që ai mungon në mesin ton. Lusim Allahun e madhëshëm që atë ta shpërblen sipas niyetit dhe qëllimit që ka në zemrën e tij, dhe të regjistron shpërblimin e veprave të mira sikurse me qenë me ne. Të dashur vëllezër, ne që sot jemi bashkë në këtë natë të parë të këtij dhjeçit të fundit, lut Allahun e madhëshëm që Allahu të na mbush zemrat tona me dashuri për Allahun dhu Xhelal. Ti mbush zemrat tona me dashuri për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ti mbush zemrat tona me dashuri për Kur'anin fisnik. Ti mbush zemrat tona me dashuri për namazin, me dashuri për mbulesën islame të gjenisë femrore. Na mbush zemrat tona me dashuri për dituri, për shkencë, arsimim dhe edukim. Ti mbush zemrat tona me dashuri për sjellje dhe moral të mirë. Ti mbush zemrat tona me dashuri për rizq halal dhe vetëm halal, asnjëherë pa e kalu kufinin në haram. E lusim Allahun e madhëshëm që Allahu ti mbush zemrat tona edhe me dashuri edhe mall për xhenetin Firdaus inshallah taala. Allahu i pranov për neve të gjitha këto angazhime. Walhamdulillahi rabbil alamin.